Edhe pse qeveria ka dorëzuar në presidencë vendimin për shkarkimin e tij, kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj ka reaguar duke publikuar një mesazh në rrjetet sociale. Ai u referua rrëfimit notarial të italianit Gabriele Taroni Longinotti, i cili pranon se të gjitha deklaratat e tij kundër Veliajt ishin të pavërteta dhe janë bërë në këmbim të përfitimeve financiare. Veliaj e cilëson këtë rrëfim si një dëshmi të qartë të një piknisje të rrem, nga e cila morën jetë protestat e rreme dhe dosjet e timore ndaj tij. Sipas Veliajt, ky kurth ka pasoja të rëndësishme për kryeqytetin dhe për jetën e tij personale dhe familjare. Në mesazhin e tij Veliaj shkruan: Po postoj për të gjithë rrëfimin e parë të një serie rrëfimesh nga ata që me ose pa dashje kontribuan në kurthin e ngritur ndaj meje, që prodhoi një hetim të palishëm nga anonimati, një veting 20 vjeçar të gjithë jetës sime nga rinia, një kryeqytet të sabotuar teksa ishte në kulmin e suksesit, një përsekutim çnjerëzor të familjes sime, e një izolim grotesk, si të isha kriminal lufte apo drejtues kartelesh. Për kësaj gënjesht tre të parë nisën protestat e rreme, u amplifikuan me kallëzime anonime, u ngjisën akuza me kërcënim dëshmitarësh e u bitis me shkallënimin e kryeqytetit tonë Tiranës. Veliaj thotë se do të luftojë betejën jo vetëm për veten, por edhe për qytetarët e Tiranës. Do t'u them se unë jam i burgosur, por nuk jam në burg, jam i qetë dhe i çliruar në ndërgjigjen time. Shpresoj që të keni fuqi të çliroheni nga burgu i ligsisë suaj ku keni mbyllur veten, pasi e vërteta e rrëfimit do t'ju bëj të lirë. Por më e rëndësishmja e bëj për çdo shqiptar që jeton me frikën të mos përgjohet, kërkon linjën të sigurt e të flasmit të shtëpisë, kthe kokën pas, mos po e ndjekin, vë gishtin mbi buzë se mos dëgjohet apo fshet telefonin poshtë vitheve në karrike. Reagimin e tij Erjon Veliaj e mbylli me disa pjesë nga rrëfimi i Gabriele Taroni Longinotti, i cili shprehet se nuk është takuar kurrë me kryebashkiakun e Tiranës dhe se nuk ka njohuri që ai ka marrë pjesë në blerjen e një incineratori.